e shohim rëndësinë që ka seminari, rëndësinë që ka formimi I një kandidati në meshtari. Sepse këtë gjë thot edhe Shën Gjon Pali II me letrën nxitjen e tij apostolike Pastores Dabovobis që flet pikërisht me rëndësinë e një thirrje, shoshitjes së një thirrje, të edukimit të një thirrje. Papa Shën Gjon Pali II thoshte pikërisht këtë gjë që formimi I meshtarëve të ardhshëm është një prej detyrave më të rëndësishme dhe më dinjitoze për jetën e kishës. Prandaj, të mbështetësh seminarin, të mbështetësh një të ri që është duke u eduku në meshtari, do të thotë kujdesesh për cilësinë e barimëve të ardhshëm. Do të thotë të kujdesesh për shenjtërinë e sakramentale të ardhshme. Do të thotë të garantosh që populli I Zotit të udhëhiqet nga një zemër që është e pjekur, nga një mendje që është e sigurt, nga një shpirt që është I përgjithshëm. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Unë jam Edmond Marko, vin nga fshati I Jubanit, famullia Shnaprenës, që I përket dioqezës së Shkodrës dhe jam në vitin e parë të filozofisë. Ne jemi bashkësia seminarit edhe vim gjatë kohës së kreshmeve dhe të pashkve, lutemi këtu te Radio Maria bashkë me besimtarët dhe gjatë lutjes bëjmë lavdet e mëngjesit dhe meshën e shenjtë. Kena folë për autorin që shkruan Zanafillën kapitulli parë. Unë jam Don Simo Lulic, jam meshtar I dioqezit Tivarit, por shërbej këto në seminarin e Shkodrës edhe si moderator I studimeve në shkollën e studimeve të filozofisë e teologjisë këtu pranë seminarit të Shkodrës. Në këtë shkollë studentat përgatiten përgjitha për me bë meshtar, por edhe për me u formu në lanë të filozofisë e teologjisë, me qëllim që kur ta kryejnë shkollën, tutena të mund të kryejnë misionin e tyne në kishë në mënyrë të përshtatshme, ashtu sikur se kisha e shenjtë do të kërkojë prej tyne. Jam Barlet Sabedini, vim prej dioqezës Prizren Prishtinë, famullia Xhderojës Ferizaj. Jam vitin e parë filozofisë. Pra ne përveç studimit dhe lutjes, kena edhe momente tona ku që në pastrimin e pjatave, në shërbimin mens, pastrimin e korridoreve, banjëve, ku këto na ndihmojnë formimin tonë si njerëz në pas parë. Edhe ndonjëherë ndodh që edhe thyrë në ai pjat pak si shpesh, por gotat sidomos thyrë pak më shumë. Jam Kristian Simoni, nga famullia Shnaprenës dioqeza Shkodrës. Jam në vitin e parë të filozofisë. Për mua shohu një lojë ku takohet qetësia, inteligjenca dhe strategjia. Sha. E këtë mund që... Jo, kosh! Jam Eliaku, nga famullia Zemra e Krishtit, Gurizi, dioqeza Shkodrës. Jam në vitin e dytë filozofisë. Më thënë, organo është një instrument që I përngjon shumë zonit njerëzor. Edhe besoj se kështu është pjesë pak e natyrës tonë. Muzika është një në gjonat që karakterizon formimin, se është ushqim për shpirtin, edhe një mjet që ndihmon shumë lutjen e marrëdhënien tonë me Jezusin. Përshëndetje, unë jam Lindel Milici, jam nga Kosova, famullia Shënhillit të Vlibare, viti parë I filozofisë. Atëherë unë jam sakristian, përkujdesna për gjanat e mirës, I bëj gati për mirë shpriftat, e kështu.
E kam detyrë, po ama unë e shijej shumë, edhe jam shumë i kënaqur për këtë detyrë që ma kanë dhënë. Shqyrë se kanë besuar dikujt tjetër për mua. Unë jam Paolo, Eshaj, në vitin e parë teologjisë, vi nga Dioqeza Rrashenit. Çdo të enjte ne bëjmë një orë adhurim ku thellojmë marrëdhënien tonë me Zotin. Unë jam Dom Kristian Marku, meshtar i Dioqezës së Shkodrës, Shkodër Pult. Prej 4 viteve shërbej në seminarin ndërgjithësor Nana Këshillit Mirë, në formimin aty në djemve të ri që janë të ndjek rrugën drejt meshtarisë. Formimi i seminaristave gjatë viteve të tyre të formimit këtu në seminar fokusohet mbi gjitha, mbi formimin e tyre njerëzor, pastaj formimi shpirtëror, ai intelektual dhe në fund edhe formimi i tyre baritor. Një seminarist për me mujt me kenë një meshtar sa më i mirë, parasgjithash ai do të jetë një person i mirë, i formuar mirë njerëzisht. Dhe këtë formim ai mund të arrisin duke pas një marrëdhënie sa më të mirë, sa më të fortë me Zotin, që është dimensioni i tij shpirtëror. Pastaj një element që ndihmon shumë seminaristin në formimin e tij është përvetësimi i dijeve, sepse në një të ardhmen ai do të jetë një shpallës i fjalës së Zotit, një predikatar. Për këtë arsye ka nevojë që të formohet sa më mirë nga ana intelektuale. Gjithçka që merr gjatë këtyre viteve në seminar, një ditë do ta shprehin edhe si meshtar në shërbimin e tij ndaj Zotit, por mbi gjitha edhe në shërbimin e tij ndaj të tjerëve, ndaj njerëzve. Unë jam Martin Marko, vi prej Dioqezës Prizren Prishtinë, jam prej famullisë Binqës dhe jam vitin e parë teologjisë në seminar. Zakonisht gjatë orarit studimit jam në biblioteku edhe studioj, domethënë prej orës 3:30 deri në ora 5, edhe prej 5:30 deri në 6:30. Janë disa autorë që të lodhin ose që janë mjaft ngarkuar kështu, që të ngarkojnë, po ato i marr për të skadalti, nuk i marr shumë shpejt, ashtu i lexoj në mënyrë të kadalshme. Unë jam Rok Vukaj, famullia Zoja Fatima, Dioqeza Shkodrës, viti parë filozofisë. Unë merrem me menaxhimin e rrjeteve sociale edhe website-in të seminarit. Merrem me editimin e posterave, është diçka që unë e baj shumë me qejf, është pasioni jemi. Baj fotografimin e eventeve që bajmë këtu në seminar. Zakonisht seminaristat nuk kanë qejf që me dalë në për foto, por gjej momentet, të thënë, kyçe që me i ba fotot pa djenin e tyne. Përshëndetje, unë jam Dom Kledi, famullitar i famullisë Ranzave Bushat. Famullia e Ranzave ka kënë gjithmonë një ndër famullit që ka prit vazhdimisht seminaristat për me ba një përvojë shqyrtimit, thirrjet. Edhe është një moment shumë i rëndësishëm për seminaristin sepse paraqitet përballë një bashkësie reale, në cilën pak a shumë edhe çdo seminarist përgatitet që një ditë më shërby. Për këtë arsye një ndër gjanat kryesore që përjeton është pikërisht ky kontakti me njerëzit, kontakti me popullin, por është edhe sigurisht një moment shumë i rëndësishëm prapë, sepse seminaristi sheh edhe figurën e një meshtarit tu i vepruar në popull, kështu që konfrontohet edhe më shumë me këtë figurë, në mënyrë që t'i shërbejnë edhe atina për një rritje më të madhe shpirtërore, sigurisht, por edhe pastorale, baritore, për jetën dhe ecjen e tij në formimin drejt meshtarisë. Të falem, Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, e i bekuar fryti i barkut tant Jezusi. Shenjtja Mari, nana e hyjt, luto për ne mëkatarët, tash në fijët të vdekjes sonë. Amen. Unë jam Nikolas Gjakaj, seminarist i vitit të parë të filozofisë. Jam nga famullia Zoja Shkodrës Katedrale e Arqipeshqisë Shkodër Pult.
Atëherë zakonisht mas darkët neve seminaristët mbellemi për të lutur Rrugëtarin e Shenjtë, për më kërkuar ndërmjetësinë e Zojës së bekuar, që është edhe mbrojtësja e seminaristëve dhe meshtarëve, për më kërkuar mbrojtjen e saj, ndërmjetësinë e saj dhe për të na ndihmuar në ecjen dhe në formimin tonë. Uroj që fjala eme të dzajnë vend të gjithë nanat, sa është gjaja ma bukur dhe ma mrekullueshme që fëmia jot të vazhdoj rrugën e Krishtit e të shërbejnë Zotit. Unë jam Vjolca, nana e Nikolasit, që është pjesë e seminarit, e përjetova pak keq për faktin se sikur po mu largote një pjesë e jemja e shpirtit. Por gjatë ditëve në vazhdim, u mësova me këtë gjallë dhe jam shumë e gëzuar dhe e lumtur në shpirt për rrugën që kam marrë. Dhe i kam thënë, unë do t'jem mbështetja ma madhe e jetës tonë dhe do të përkraj tonë jetën sa të kem frymë. Unë jam Denis Toma, vin nga familja Sheldis, dioqeza Shkodër. Hajde! Afro Nikolas! Afro! Nikolas, hajde i do, ku jam unë? Hela. Sporti është një moment arktimit, por gjithashtu një moment që forcoj marrëdhëniet në bashkësi. Gëzohem shumë kur bëj shumë gola. Vazhdo. Kujdes mundi. Mirë, kjo ishte seminari ndërqytetëzor Nëna e Këshillit Mirë në Shkodër, seminar që është i konferencës i Peshqurore të Shqipërisë, por që përfshin për gjithë shqipfolësit, do thotë është edhe për dioqezën e Prishtinës dhe për dioqezën e Tivarit. Prandaj, sapo ju kemi prezantu edhe gjithë secilin prej nesh, secili prej tyre keni vëre ka pas një rol, ka pas një përgjegjësi dhe gjithçka është pjesë e formimit. Sepse në çdo gjë që bëjnë, ciladdo qoftë shërbimi që kryejnë, është zbulimi i hirit dhe i pranishës së Zotit në mesin e tyre. Në fund, dëshirojmë t'ju themi edhe juve të gjithëve faleminderit, sepse e dim që përmes lutjes dhe përmes formave të tjera të mbështetjes që i bani, e doni jashtëzakonisht shumë këtë seminar. Dhe jemi të sigurt që çdo prani e juaja shndrohet në bekim për gjithë ne që jemi këtu, por shndrohet edhe në bekim për gjithë secilin prej jush. Faleminderit, Zoti ju bekoft.